Një i ri rreth të 20-tave është qelluar për vdekje nga forcat e sigurisë pasi hyri në perimetrin e rezidencës së presidentit amerikan Donald Trump në Mar-a-Lago. Sipas autoriteteve, i riu u pikas pranë portës veriore të kompleksit dhe dyshohet se mbante me vete një pushkë gjahu, si dhe një shishe me lëndë djegëse. Agjentët e United States Secret Service, së bashku me një zëvendës të Palm Beach County Sheriff's Office, ndërhyn menjëherë për ta neutralizuar. Gjatë përplasjes, oficerët hapën zjarr, duke e lënë të riun të plagosur rënd. Ai u transportua me urgjencë në spital, por më pas u konfirmua se kishte ndëruar jetë si pasojë e plagëve të marra. Autoritetet theksuan se në momentin e incidentit, asnjë nga personat në mbrojtjen e shërbimit sekret nuk ndodhej në rezidencë. Zona u izolua për disa orë, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur motivet dhe rrethanat e ngjarjes. Zyrtarët po analizojnë gjithashtu nëse i riu kishte vepruar i vetëm apo nëse ka persona të tjerë të përfshirë.